Arrest me burg edhe për 2 punonjës të tjerë të sigurisë private pas dhunës ndaj protestuesve në Zvërnec. Gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg edhe për 2 punonjës të sigurisë private, Artur Grami dhe Gazmend Vathi, të arrestuar pas ngjarjeve të ndodhura gjatë protestës kundër projektit në zonën e Zvërnecit. Sipas hetimeve të thelluara të prokurorisë së Vlorës, ata dyshohet se kanë qenë të përfshirë në tërheqjen e një qytetari gjatë përplasjes mes protestuesve dhe punonjësve të sigurisë. Ngjarje kjo ndodhur në datën 30 maj. 2 shtetasit u arrestuan 3 ditë më parë në Tiranë në kuadër të hetimeve të nisura nga Prokuroria e Vlorës. Ndalimi i tyre u krye nga Policia e Vlorës në bashkëpunim me Policinë e Tiranës. Më herët, Gjykata e Vlorës kishte caktuar ndaj tyre masën e sigurisë arrest në burg në mungesë, si persona të dyshuar për përfshirje në incidentin e ndodhur në zonën e Zvërnecit. Pas arrestimit, masa e sigurisë u komunikua menjëherë gjatë seancës gjyqësore të zhvilluar në Gjykatën e Vlorës. Seanca u drejtua sërish nga gjyqtari Etienne Isak, i cili la në fuqi masën e arrestit me burg për të 2 dyshuarit. Më herët në burg ishte lënë edhe shtetasi Geraldo Biba, një tjetër punonjës i kompanisë private, i akuzuar për ushtrim dhune ndaj një prej protestuesve në ngjarjet e ndodhura në datën 30 maj.